Agjencia Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ka përditësuar listën e pronave të bllokuara me vendim gjykate. Këto lista janë publikuar për herë të parë në shkurt dhe mars 2025 dhe tani janë përditësuar për të pasqyruar të gjitha ndryshimet që kanë ndodhur përgjatë vitit 2025 deri në fund të tij në procesin e administrimit të pasurive nga agjencia. Përditësimi i listave synon të rrisë transparencën, të forcojë përgjegjësinë institucionale dhe të sigurojë akses të hapur në informacionin për qytetarët, institucionet dhe palët e interesuara. Listat japin informacion të detajuar për pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara, statusin e tyre ligjor dhe mënyrën se si ato administrohen. Sipas agjencisë, vlera e pasurive të sekuestruara llogaritet në rreth 2.4 miliard lekë, ndërsa ajo e pasurive të konfiskuara rreth 140 milion lekë. Këto shifra janë orientuese dhe nuk përfaqësojnë vlerën reale të tregut, pasi bazohen në dokumentat zyrtare dhe dosje hetimore. Një pjesë e këtyre pasurive janë dhënë me qira dhe vetëm gjatë vitit të kaluar kanë sjell rreth 200 milion lekë të ardhura për buxhetin e shtetit.